Nxënësit e shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu të fshatit Poroj, përmes një krosi me vrapim, kanë përkujtuar dëshmorin e këtij fshati të rënë në luftën e Kosovës, Mujdin Aliu. Krosi filloi nga xhamia e fshatit të Xhepçisht, ndërsa përfundimi ishte tek obori i shkollës në fshatin Poroj, ku kanë marrë pjesë nxënësit e klasës së 5 dhe të 6. Ky kros organizohet për nder të dëshmorit të kombit Mujdin Aliu, i cili sakrifikoi jetën e tij dhe për atë shkak shkolla jonë e rikujton gjithmonë dëshmorin tonë të kombit. Agenda e këtij krosi apo manifestimi i këtij krosi është duke filluar me disa lloje të aktiviteteve të ndryshme, siç është vrapimi i nxënësve prej klasës 6 deri klasës 9, po ashtu duke filluar nga fshati Xhepçisht deri në fshatin Poroj. Po ashtu kemi paraparë që me klasët e 3 dhe klasët e 5 të bëhet një homazh tek busti i Mujdin Aliut dhe tek vërezat e dëshmorëve. Po ashtu ky manifestim është pjesë edhe e programit vjetor të shkollës së këtij fshati, kurse nxënësit që arritën të zënë vendet e para morën mirënjohje, kurse mirënjohje u nda edhe babait të dëshmorit Qerim Aliut. Ky manifestim është tradicional më 14 prill, ku përkujtohet dëshmori i këtij fshati i rënë në luftën e Kosovës.